Pas 3 viteve të përkushtimit, dijes dhe angazhimit, maturantët e shkollës së mesme të lartë të mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov kurorzuan sot diplomimin e tyre në një ceremoni festive, duke e përmbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës së tyre. Këta të rinj të reja, që sot mbajnë me krenari titullin e maturantëve të mjekësisë, janë mjekët, infermierët dhe profesionistët e ardhshëm, që nesër do të jenë pranë njerëzve në momentet më të vështira, duke dhënë kujdes, shpresë dhe humanizëm. Me sukseset e arritura gjatë shkollimit, ata dëshmuan se rruga e dijes dhe përkushtimit sjell rezultate të mëdha, për çfarë falendërues për këtë angazhim është edhe drejtori i shkollës Gjok Tahiri. Një ditë e veçantë për shkollën tonë dhe për nxënësit e shkollës sonë, sepse maturantët po përmbyllin një vit shkollor ose më mirë them 3 vjeçarin e tyre për klasës 10, 11 dhe 12. Dhe shpresoj se të jetë një ditë e gëzuar edhe për ne edhe për ata. Për profesorët, kjo ceremoni nuk është vetëm një ditë diplomimi, por edhe një ndarje emocionale me nxënësit, që për vite me radhë u bën pjesë e jetës së tyre të përditshme. Edhe pse kjo është gjenerata ime e 21 që përcjelli, emocionet janë sikur të ishte gjenerata e parë, secila gjenerati lë gjurmët e veta, i ka sfidat e veta, e ka emocionet e veta. Por në fund secila gjenerate lë zbrastin e vet tek secili nga ne mësimdhënësit. Edhe pse gjatë 3 viteve ndonjëherë jemi edhe të ashpër me ta dhe mundohemi që ata ta kuptojnë drejt arsyen pse janë në bankat e shkollës, mendoj që përfundimi është gjithmonë për t'u duar trokitur edhe për t'u festuar. Sot, këta maturantë mbyllin një kapitull të bukur, por hapin një tjetër plot sfida, përgjithësi dhe ëndra për të ardhmen. Sigurisht që jam të mira pas këtyre 3 viteve të bukura është një fjalë shumë e vështirë për të thënë. Mirë, po pavarësisht kësaj, ne po hedhim një hap shumë të rëndësishëm në jetën tonë, hapin drejt rrugës studimore edhe përgatitjes për jetën e vërtetë që na pret, kështu që mendoj që një fillim i ri. Shkolla mesme mjekësisë Hysni Zajmi vazhdon të mbetet vatër e edukimit profesional, duke nxjerrë gjenerata që me punën dhe vlerat të tyre do ta përfaqësojnë denjësisht profesionin fisnik të mjekësisë.